Përshëndetje për të gjithë, jemi sërish bashk me një takim tjetër. Sot do të flasim pak për banorët e Big Brother VIP Albania 5. Konkretisht, për Brikenën dhe për Mateon. Një lidhje e tyre e cila po zgjon kurreshtje shumë në opinion. Në një rënon, Mateo kur hyri, tha se ishe dashura e tij. Ndërsa, në anën tjetër pas hyrjes, ndryshuan fjalët. Brikena tha se kishin pasur vetëm një takim mes tyre dhe kishin shkëmbyer ca mesazhe bashk. Por që lidhja e tyre kishte mbaruar me atë takim, ndërsa gjatë ditës së sotme ndryshuan të gjitha fjalët nga Mateo. Ai tregoi për lidhjen që kishte pasur me Brikenën dhe sipas tij nuk kishte qenë vetëm një takim, por kishin pasur takime më të shpeshta dhe gjatë asaj periudhe kohore, sipas Mateos gjithherë, kishin shkëmbyer dhe puthje mes tyre. Ai tha se Brikenën e kanë pyetur edhe në tavolinë se çfarë quan lidhje ti. Puthjet ai quan lidhje, ndërsa banorët e kuptuan që lidhja e tyre kishte qenë më e gjatë dhe jo vetëm me një takim. Ndërsa në anën tjetër, Brikena për këto gjëra nuk dinte se çfarë ka biseduar Mateo me banorët e tjerë, por sigurisht që mbetet në prajmin e radhës të diskutohet sërish lidhja e tyre.